Fati mbi 40 punonjësve shëndetësor në klinikën e ginekologjisë në Çajer si dhe 10 të tjerë në institucione shëndetësore në vend mbetet ende i paqartë. Pas skatimit të kontratave, ata mbetën në pasiguri pa asnjë afat konkret për zgjidhjen e statusit të tyre. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se kërkesa për vazhdimin e kontratave nuk mund të procedohet përderisa kontratat konsiderohen ende aktive, duke lënë zgjidhjen e problematikës pa datë konkrete. Administrativisht nuk mund të bani kërkesë derisa keni kontratë aktive, më kuptoni. Nga ana tjetër nuk ka asnjë problem që të njëjtit persona kur do të marrin pëlqimin pozitiv të fillojnë të vazhdojnë me punë edhe të bëhet kontrata në mënyrë dohen nga 1 janari edhe më tek. Pra, kështu ka funksionuar çdo herë. Nga ana tjetër, Ministrja e Financave thotë se kanë pranuar një numër të madh kërkesash për vazhdimin e kontratave, vetëm në 2 ditët e fundit të vitit, për të cilët sipas saj është e pamundur të jepet përgjigje menjëhershme kur kërkesat të dorëzohen në momentin e fundit. Невозможно е да добиете барање на 30 или 31 декември. Është e pamundur të merrni kërkesë në 30 apo 31 dhjetor dhe të gjithave të ju përgjigjeni në të njëjtën ditë. Ne kemi afate dhe do të vazhdojmë më tej. Megjithatë, patjetër të gjithë duhet ta mësojnë të respektojnë afatet. Në Ministrinë e Financave më 31 dhjetor kemi punuar deri në ora 20 të mbrëmjes dhe punuam për dhënien e pëlqimeve për punësime. Nuk mund të jetë fajtore Ministria e Financave nëse dikush në 30 apo 31 dhjetor është kujtuar se duhet të vazhdohen pëlqime të caktuara. Pos në Çajer, me problem të ngjashëm po përballen edhe mbi 130 të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës.